ditëlindjen kompozitori që ka bërë 11 këngë mia, ka ditëlindjen 5 prill si puna ime. 5 prill si Fiks. Kemi shkuar një në Amsterdam, kam festuar 25 vjetorin në Amsterdam. Bashkë me ta? Po. Sa Nuk mirë. jemi këtu brenda në 5 prill, nuk e di. Unë kam ditëlindjen nusës, diku e kam ditëlindjen nusës unë, 4 vjet shkurt. O, e po do kesh super. Bashkë për Shën Valentin e paska. Si jo? Po, për shkak se diku jem apo. E ke thënë aty që e ka nusën 4 vjet shkurt. Po, e thash tani. Tani e ke thënë. Tani. Do ta thuash aty në dëshirat. S'ka lidhje më, se a do jem apo jo, është shumë larg, Po mirë ore. A do jem? Po të jesh ore. Po të thuam do jem, pse? Patjetër, ajo është dëshira ime më e madhe që ta festoj të lidhje këtu bashkë. Po ajo nuk e di do vi apo jo, se ama ka thënë që nuk di asnjëherë. Vjen. Nuk vjen apo. Ashtu thot po. Ka qenë kundër hyrjes. Vllai mafia, mbush mendje. Pse? Nuk ka qef. Pse? S'ka pas qef. Asojos familje. Po mirë tani. S'ka pas, nuk do të jo s'ka lidhje burri me këtu. Nuk do të rri larg medjeve. Edhe shumë artikulume. Në momentin që flet intervistë është bërësisht më artikulume. A është kështu publik që shitojnë njëri publik. Po, ajo? Jo, okej. Ajo dhe sa s'do të dalë ky, ajo nuk do të që të vijon këtu për këtë arsye. Në rrjetet sociale kështu nuk e kina i foto me të ndaj gjë jo, a? Kam, se s'kam. Atjetër që pas më bashkëshortit tim në rrjetet sociale. Po nuk ka qef, dhe ku e dhe i postin që do të rri shumë larg. Nuk e kishte qef. Do të rria zëmë shumë larg. Dhe është shumë e bukur. është bjonde me sy me ngjyrë, me sy blu. Sa mirë. Është bosnjake në origjinë. Po? Po lindur e rritur në sukt të Durrësit. Do të thonë Shqipën e flet shumë mirë. Po si më ka lindur po, fëmija këqij vite që kanë ardhur. Ka që komuniteti bosnjakëve që kanë ardhur në Durrës. Sa vjeçare është ajo? Mina. Nuse në koncert e ke njërë? Apo s'ka lidhje? Jo, s'kam njohur koncert. E sa vjeçare është? 4 vjet më e vogël se unë. 4 vjet më e vogël. Shumë mirë. Është 33. Shumë mirë. Gëzot. Jam njeriu më me fat që kam në jetën time tash. Se më ka ndryshuar jetën totalisht. Ai çuni shapkan që kam qenë në jetër që s'dia ku nga puna profesionale, ku zinte nata tjetër, dhe ku dilja me çunat vonosh, rrjedhën me 3-4. I pa mbledhur domethënë, i pa mbledhur. A mo femla dur të bën njëri, nuk e dia mënyrë të mirë. Pa di shumë durim. Bravo i qoftë. Zoti është për bleft. Dhe nuk ma tregon, nuk është pak tip i ftohtë, nga si unë jam fal shumë dashuri. Kurse ai fal dashuri me përkujdesje. Nuk është praktik, jo me fjalë. Domethënë, nuk është jo i ftohtë në kuptimin që me mua, se patjetër që rri me mua dhe ka duruar normalisht më do. Pak shumë. O bir. Do të ndihesh një dhimbje. Jo, tu bësh se dëmbeta në dorë. Do të ndihesh një dhimbje. Dëmbeta në dorë, po dëmbeta në dorë. Të lutem. Jo, do të shndih. Jo si. Po të ishin çik pak më para diç me lot. Kena dek të qesh. Do të dy vekëngën. Edhe apo Gjoshi, ishte edhe zgjati dorën, jo thërsi e kalove mirë. Duke kënduar, po ishte. Duke kënduar si ai mirë. Pastaj filluam me aty, po e penguam, na.